Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve, I cili e shpalli Kur'anin dritë për zemrat dhe udhëzim për njerëzimin. Atij I takon lavdia dhe mirënjohja për çdo mirësi. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik, që e bartën emanetin e Kur'anit deri tek ne dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij me besnikëri deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është hifzi amaneti që na mban gjallë si ummet. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu për ruajtjen e Kur'anit në Kur'an ka thënë: ne e shpallëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Fjala ruajtje në këtë ajet nënkupton mbrojtjen e autenticitetit të shpalljes së Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu, dhe kjo ruajtje shfaqet në disa forma, e njëra ndër më të rëndësishmet është mësimi I Kur'anit përmendesh. Mësimi I Kur'anit përmendesh daton që nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili ishte I pari që e mësoi Kur'anin përmendesh dhe I nxiti edhe të tjerët të bëheshin hafiz. Krahas ruajtjes së kujdesshme të çdo ajeti dhe çdo fjale në formë të shkruar, një mënyrë shumë e rëndësishme e ruajtjes së shpalljes së Allahu Jalla Shanuhu nga çdo ndryshim është fakti se Kur'ani është libri I vetëm që mund të mësohet I tëri përmendsh. Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: ne e kemi lehtësuar Kur'anin për këshill, por a ka ndokush që merr këshill? Shpjegimi I këtij ajeti është: ne e kemi lehtësuar Kur'anin për memorizim dhe kushdo që niset në këtë rrugë do ta shijojë ndihmën tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte natyrisht hafizi I parë. Atij duke I u drejtuar, Allahu Jalla Shanuhu I thot: ne do të mësojmë ti që të lexosh dhe nuk do të harrosh. Shokët ashtu siç e pasuan Muhammedin alayhi salam në çdo gjë, e ndoqën edhe këtë praktik pejgamberike. Ata e mësonin Kur'anin për ta kuptuar dhe sipas shembullit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e jetonin Kur'anin. Kur Abdullah ibn Mesudi u qërtua se nuk agjeron të mjaftueshëm agjerime vullnetare, nafile, a I tha: agjerimi më dobëson në mësim dhe në memorizimin e Kur'anit, e mësimi I Kur'anit është më I dashur për mua. Ky shembull tregon qartë se çfarë marrëdhënie kishin sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shpalljen e Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Sa shumë kohë dhe vëmendje I pushtonin mësimit të Kur'anit fisnik, aq më shumë këngulnin që ai të jetohej në praktik. Ebu Musa I shkruan Omerit radiallahu anhu: në Basra shumë njerëz e kanë mësuar Kur'anin përmendesh. Omeri radiallahu anhu urdhëron që të jepet shpërblim nga arka shtetërore për këtë vepër. Kur vitin pasues I shkruan, numri I atyre që e kanë mësuar Kur'anin përmendesh është dyfishuar. Omeri radiallahu anhu përgjigjet: lëri, sepse kam frikë se njerëzit do t'i japin më shumë rëndësi mësimit të Kur'anit se sa jetimit të dispozitave të tij. Omeri radiallahu anhu këmbëngulte në Kur'anin si të rësi, në mosdhënien e rëndësisë vetëm një dimensioni, por të gjitha dimensioneve kur'anore. Ka shumë hadithe në të cilat Muhamedi alayhi salam I nxit pasuesit e tij ta mësojnë Kur'anin, ta kuptojnë dhe ta jetojnë atë. Muhamedi alayhi salam thot: ai që e mëson Kur'anin, u mëson të tjerëve dhe I zbaton dispozitat e tij në botën tjetër,
do të rinjallet me një kuror që ndriqon si dielli, ndërsa prindrit e tij do të vishen me një petk që nuk ekziston në këtë botë. Ata do të pyesin, pse jemi veshur kështu ne? E Allahu xhalleshanuhu do thotë, sepse fëmia juaj u shoqërua me Kur'anin. Ky hadith është nxitje për ata që e kanë mësuar Kur'anin, kanë shënuar përfundimin e tij dhe do të hyjnë në radhët e të zgjedhurve të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të jetë nxitje për gjithë ne që fëmijët tanë të mësojmë të shoqërohen me Kur'anin në çdo dimension të tij. Ta mësojnë, ta kuptojnë dhe ta jetojnë atë. Muhamedi alayhi salam thot, ai që mëson Kur'anin, e mëson përmendesh dhe jeton sipas halalit dhe haramit të tij, do të hyjë në xhennet dhe përveç kësaj do të jetë ndërmjetësues shëfatxhi për 10 antar të familjes së tij. Dhe mëtej Muhamedi alayhi salam thot, ai në brendësinë e të cilit nuk ka asgjë nga Kur'ani, i ngjan një ndërtesë të rënuar. Është si një gërmadh, e gërmadhat nuk shërbejnë për asgjë, përveç se janë në rrezik për ata që kalojnë pranë tyre. Një musliman nuk mund të jetë i tillë, sepse nuk mund të zbatojë dispozitat themelore të fesë pa ditur asgjë nga Kur'ani përmendesh. Çdo musliman së paku duhet ta di surën El-Fatiha dhe edhe një surë tjetër, në mënyrë që të mund ta kryejë detyrimin themelor të fesë, namazin e tyre. Muslimani kurse nuk duhet të ngjajë një gërmadhe. Ai duhet të mësojë, të kuptoj dhe natyrisht ta jetoj Kur'anin. Ne jemi të nderuar që para ne shohim hafizët më të rinj të vendit tonë, por edhe hafizët më të rinj të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata duhet të jenë për ne shembull dhe nxitje që ta mësojmë Kur'anin, ta kuptojmë dhe të mos lejojmë që fëmijët tanë të lihen pas dore, të rriten si gërmada dhe mos dhënë të Allahu të bëhen në rrezik për ata që kalojnë pranë tyre. Shumë hadithe flasin për rëndësinë e mësimit të Kur'anit dhe për rëndësinë në përgjithësi. Kur e shikojmë institucionin e hifzit në plan global, në nivel të ummetit, shohim se ky institucion është i pranishëm aq sa është e pranishme veç shpallja e Kur'anit, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte hafizi i parë. Shokët e Muhamedit alaihi salam e ndoqën atë në këtë rrugë, ndërsa kur e shikojmë institucionin e hifzit në nivel lokal të vendit tonë, shohim se që nga dita kur në vendin tonë briti shpallja Allahu xhalleshanuhu dhe kur shqiptarët u takuan me të vërtetën, vendi ynë kur nuk ka qenë pa hafiz. Në vitet 80 të shekullit të kaluar, kjo ide mori hovë të fuqishëm. Prej 2001 deri në 2100 është shekulli 21. Në trojet shqiptare, prej asaj kohe deri më sot, numri i hafizëve nuk është zvogëluar, përkundrazi është shtuar, edhe pse shumë prej tyre kanë kaluar në botën tjetër, duke e dorëzuar amanetin tek brezat pas tyre, drita e Kur'anit nuk është shuar asnjëherë. Ajo është bartur nga zemra në zemër, nga xhiri i një nëne në gjoksin e një djali, nga mësuesi tek nxënësi. E posaçërisht në vendin tonë nuk kemi çfarë të polemizojmë, sepse jemi dëshmitar me sytë tonë. Shohim fëmijë të rinj e burra që e mbajnë librin e Allahut në kraharorët e tyre. Shohim familje që e konsiderojnë der, jo pasurinë, por Kur'anin. Dhe ky është tregues se Allahu nuk e ka braktisur këtë popull, sepse Kur'ani nuk ruhet me mure, por me zemra, nuk mbrohet me fjalë, por me jetë të jetuar sipas tij. Po, disa hafiz janë kthyer tek Zoti i tyre,
Por a nuk është kjo dëshmi se ata e kryen misionin e tyre? Ata mbollën farën, ndërsa sot ajo farë po jep fryt. Dhe çdo hafiz i ri është vazhdimsi e një zinxhiri që nuk është kaputur kurrë. Kjo nuk është statistik, kjo është mëshirë, kjo nuk është rastësi, kjo është premtim hyjnor. Dhe përderisa në këtë vend lind një fëmijë që thot Bismillah dhe fillon me Fatiha, ne kemi arsye për shpresë. Ne kemi respekt ndaj atyre që e kanë darë kohën e tyre duke u shoqëruar me librin e Allahut xhelle shanuhu ve xhelle xhelalu. Por jo vetëm kaq, edhe për të marrë mësim dhe për të ndërtuar marrëdhënien tonë me Kur'anin mbi bazën e këtij hadithit të Muhamedit alayhis salam. Ai thot në Kur'an ka lajme për ata që ishin para jush, e në këto tregime ka mësim për ata që kanë mend. Më së shpeshti, Kur'ani flet për ata që vjen pas, dhe Allahu xhelle shanuhu na paralajmëron shumë herë për ata që vjen më pas dhe na mëson. Ajo që vjen më pas është më e mirë, sepse është e përjetshme. Le të përgatitemi për këtë më të mirë dhe të ecim me hapa të sigurt drejt përjetësisë. Kur'ani është edhe gjykues për atë që ndodh mes neve, sepse Allahu xhelle shanuhu ve xhelle xhelalu thot: nëse në diçka kundërshtoheni, drejtohuni Allahut dhe të dërguarit. Kërkoni zgjidhjen në mesazhin universal, të dërguar për të gjithë njerëzimin. Dëgjoni çfarë thot Muhamedi alayhis salam: ai që e braktis Kur'anin nga mendje madhësia, Allahu do ta shkatërrojë. Ai që kërkon udhëzim në diçka tjetër, Allahu do t'ia shtojë humbjen. Kur'ani është litari i fortë i Allahut, këshill e mençur dhe rrugë e drejtë. Dietarët nuk ngopen kurrë me të dhe ai nuk shteron nga përsëritja e shpeshtë. Nuk ka fund mrekullive të Kur'anit. Edhe xhinët kur e dëgjuan nuk mundën të përmbaheshin pa thënë: ne e vërtet dëgjuam një Kur'an mahnitës që udhëzon në rrugën e drejtë. O Zoti i Madhërisëm, na ndihmo që edhe duat e hifzit të jenë nxitje për gjithë rinin muslimane, shqiptare dhe mbar islame, që të ecë me vendosmëri në rrugën e drejtë. Amin. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.